E qartë, jemi këtu, kemi qenë fqinj, jemi fqinj, do jemi sa të jetoj bota dhe toka, aty do jemi me njëri tjetrin, edhe gjithmonë kemi dhënë e kemi marrë, edhe rëndësishme është që t'japim dhe t'marrim më të mirat nga njëri tjetri. Kam disa pamje të Shqipërisë. Kush është qyteti më i dashur i Shqipërisë për ju? Μ' αρέσει πολύ η φωτογραφία και έτσι από την αρχή της θητείας μου προσπάθησα έτσι μέσω της φωτογραφίας να αποτυπώσω τα διάφορα τοπία και περιοχές που επισκέφτηκα της Αλβανίας. Më pëlqen shumë fotografia, kështu që prej fillimit të mandatit tim, u përpoqja të kapja përmes fotografisë peizazhet dhe zonat e ndryshme që vizitova në Shqipëri. Shqipëria është një vend shumë i bukur, dhe unë u them të gjithëve, kudo në Greqi, dhe miqve të tjerë të huaj se duhet ta vizitojnë. Natyra e saj është vërtet e mahnitshme. Ka një natyrë të bukur dhe të ëmbël, që çdo kush do të donte shumë të gjendej në të, për ta parë, për ta admiruar, për të ulur dhe për ta shijuar. Disa nga fotot që kam bërë e kanë kapur, mendoj, të paktën përmes syve të mi, këtë bukuri që ka vendi. Μέσα από τα δικά μου μάτια αυτή την ομορφιά που έχει η χώρα. Γενικά είναι πάρα πολύ όμορφη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα έτσι να απομονώσω ίσως κάποιες περιοχές ή κάποια χωριά ή πόλεις. Në përgjithësi, është shumë e bukur. Nuk e di nëse mund të veçoj disa zona ose disa fshatra apo qytete. Mund të them se Korça është një qytet shumë i bukur, por edhe Berati ka bukurinë e vet, dhe Gjirokastra ka të vetën. Po e veçoj pak Korçën sepse më pëlqen shumë gjelbërimi, dhe gjelbërimi pasqyrohet në Korçë, ashtu siç më pëlqen, le të themi, Pogradeci, i cili është pranë liçenit, ky liçen i mrekullueshëm. Γενικά και η Σκόδρα είναι πολύ όμορφη. Θέλω να πω και το Κούκες που έχω πάει μου άρεσε πολύ. Por gjithashtu, në përgjithësi, edhe Shkodra është shumë e bukur dhe më pëlqeu shumë Kukës, të cilin e kam vizituar. Kuksi. Natyrisht, Tirana. Tirana do t'ju them të vërtetën. Hera e parë që erdha në Shqipëri ishte në vitin 1998, së bashku me ministrin e atëhershëm të punëve të jashtme, zotin Pangallos, për të nënshkruar marrëveshjen arsimore. Tirana ishte një qytet tjetër, në kushte të vështira, një qytet vërtet tjetër, pothuajse i shkatëruar. Kjo ishte përshtypja ime e parë për Tiranën. Pastaj vizitova Tiranën para se të vija si ambasadore, një vit më parë, sepse si drejtoreshe e drejtorisë së ministrisë që merrej me integrimin, me marrëdhëniet e jashtme të Bashkimit Evropian dhe përrjedhoj me procesin e integrimit të Shqipërisë. Dhe kështu kisha ardhur këtu në baza profesionale për bisedime me Ministrinë e Punëve të Jashtme. Që atëherë kam qenë një mbështetëse shumë e zjarrtë e perspektivës së integrimit të Shqipërisë. Besoj fuqimisht në të, jo vetëm unë dhe Greqia. Qëllimi i saj strategjik është integrimi i Shqipërisë dhe i të gjithë Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, për Greqinë dhe për ne. Është me rëndësi thelbësore që i gjithë Ballkani të hyjë në Bashkimin Evropian. Συνταξιακής προοπτικής της Αλβανίας την πιστεύω ακράδαντα. Όχι μόνο εγώ, και η Ελλάδα είναι στρατηγικός της στόχος. Η ένταξη της Αλβανίας και όλων των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ελλάδα και για μας είναι κέρια σημασίας να μπουν όλα τα Βαλκάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Dhe me qenë se jemi këtu, si shikoni perspektivën evropiane të Shqipërisë? Βλέπω ότι προχωράει ταχύτατα. Εύχομαι το καλύτερο και το συντομότερο να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Shoh që po përparon me shpejtësi, uroj më të mirën dhe që të bëhet antare me të drejta të plota e Bashkimit Evropian, sa më shpejt të jetë e mundur.
Sigurisht që ka kushte, ka kritere, ka hapje, ka mbyllje kapitujsh. Tani kemi hyrë në fazën e mbylljes së kapitujve, dhe kjo është shumë e këndshme. Sigurisht që nevojiten reforma, janë të nevojshme. Shqipëria duhet të demonstroj punë në sektor të ndryshëm. Deri tani ka shkuar mirë. Shpresoj, mendoj dhe këtë e thonë të gjithë, se është qëllimi kryesor i vendit dhe i qeverisë. Kështu që shpresoj dhe jam e sigurt se do të bëjnë atë që është e nevojshme, që kjo të ndodhë sa më shpejt të jetë e mundur, që të bëhet Shqipëria anëtare me të drejta të plota. Për Greqinë kjo do të ishte plotësimi një dëshire të zjarrt. Να μπορέσει η Αλβανία να γίνει πλήρες μέλος. Για την Ελλάδα θα είναι ευχής έργων αυτό. Dakord, e mbyllim me politikën, flasim tani për një moment tjetër, çfarë gatimi shqiptar ju pëlqen? Έχει πολύ ωραία κουζίνα η Αλβανία, πάρα πολύ ωραία κουζίνα και θα πρέπει να αναδειχθεί περισσότερο στο μέλλον. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα... Shqipëria ka një kulinari shumë të mirë, kulinari shumë e mirë dhe duhet të promovohet më shumë në të ardhmen. Më pëlqejnë shumë këto restorante dhe tavernat, agroturizëm të cilat janë zhvilluar në të gjithë vendin dhe vërtet shfaqin karakterin e veçantë të këtij vendi, dhe veçanërisht ushqimin që është i mrekullueshëm. Kam dobësi për byrekun, kështu që shumë llojshmëria e byrekëve që gjen në Shqipëri është e shkëlqyer dhe më pëlqejnë shumë byrekët, më pëlqejnë shumë jufkat. Εξαιρετική και μου αρέσουν πάρα πολύ. Οι πίτες, το γιούφκα μου αρέσει πάρα πολύ. Po, jufkat, i bën dibra, jufkat kryesisht, po gjithë Shqipëria, po? Kafen e pi si ne, ashtu apo me qumësht, kafe me qumësht si grekët, si juve grekët, si e pi kafen? Όχι, όχι, εγώ πίνω είτε... Jo, unë pi ose kafe filtër ose cappuccino. E pi ka amerikane kafen, do me Amerikane. Mirë, me një kafe amerikane, ne shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak për të vazhduar intervistën me zonjën ambasadore.